Tigrat e Mauritanisë. Në zemër të Afrikës perëndimore, në tokat e gjera të Mauritanisë, jeton një specie misterioze dhe e fuqishme, tigri. Megjithse shpesh e lidhim tigrin me Azin, disa popullsi historike dhe dëshmi e tregojnë praninë e tij në Afrikë, duke ndezur kurreshtjen dhe habinë e naturalistëve. Mauritania është një vend i njohur për shkretëtirat e saj të mëdha, si Sahara dhe pyjet e pakta tropikale në jug. Pikërisht këtu, midis oazeve dhe shkretëtirave, tigrat kanë gjetur strehim të fshehtë. Ata janë mjeshtra të mbijetesës, duke u përshtatur me kushtet ekstreme, ditët e nxehta, netët e ftohta dhe ushqimin e pakët. Tigrat e Mauritanisë janë më të rrallët dhe më të fshehtët se çdo popullsi tjetër. Ata nuk jetojnë në tufë të mëdha, por zakonisht solo, vetëm, duke lëvizur me kujdes mes pemëve dhe shkretëtirës. Çdo hap i tyre është një kombinim forcë dhe elegancë, duke i bërë ata simbol të fuqisë dhe të misterit të natyrës afrikane. Sjelljet dhe mënyra e jetesës. Tigrat janë mishgrënës të shkëlqyer dhe gjuajnë kryesisht natën. Dieta e tyre përbëhet nga kafshët e egra, antilopa dhe shpesh kafshët më të vogla që gjejnë rrugën drejt oazeve. Ata janë gjuetarë të durueshëm, duke qëndruar të fshehur dhe duke pritur momentin e përsosur për të sulmuar. Natyra e tyre e rezervuar dhe instiktet e mprehta e bëjnë tigrin e Mauritanisë të pakapshëm për syrin njerëzor. Shumë studiues thonë se ata janë më të turpshëm dhe më të kujdesshëm se homologët e tyre aziatikë, duke bërë çdo shenjë kontakti me njeriu të rrallë dhe të veçantë. Femrat kujdesen për të vegjëlit me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Në vitet e para të jetës, të vegjëlit mësojnë aftësitë e gjuetisë dhe mbijetesës, duke u bërë mjeshtër të vetë mbajtjes në mjedisin e ashpër. Ky cikël i jetës është një dëshmi e përshtatjes dhe fuqisë së natyrës. Roli në ekosistem dhe rreziku i shuarjes. Tigrat e Mauritanisë nuk janë vetëm krijesa të bukura, ata kanë një rol thelbësor në ekosistemin e tyre. Si predator të lartë, ata ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit, duke kontrolluar popullsinë e kafshëve të tjera dhe duke parandaluar që një specie të mbizetrojë mbi të tjerat. Megjithatë, këto krijesa janë të rrezikuara. Humbja e habitatit për shkak të shpyllëzimit dhe aktivitetit njerëzor, gjuetia e paleqshme dhe mungesa e ushqimit janë kërcënime reale për mbijetesën e tyre. Çdo tigër që humbet nuk është vetëm një jetë e humbur, por një copë ekosistemi që prishet. Organizatat për ruajtjen e kafshëve po punojnë pa u lodhur për të mbrojtur këto kafshë të rralla. Kamerat e fshehta dhe monitorimi i vazhdueshëm janë metoda që përdoren për të ndjekur popullsinë dhe sjelljet e tyre, duke ofruar shpresë që tigrat e Mauritanisë të mos zhduken përfundimisht. Mesazhi i tigrit afrikan. Tigrat e Mauritanisë janë më shumë se thjesht kafshë. Ata janë simbol i misterit, forcës dhe bukurisë së natyrës afrikane. Përmes tyre mësojmë për balancën delikate mes forcës dhe mbijetesës, mes natyrës dhe njerëzimit. Shikimi i tyre në natyrë është një përvojë që ndryshon jetën. Çdo lëvizje, çdo gjurmë në rër tregon histori të fshehta dhe të fuqishme. Ata nuk kujtojnë se natyra është një pasuri që duhet ruajtur dhe respektuar. Ata pra na kujtojnë të gjithëve. Të ruajturit e tigrave nuk është thjesht një detyrë shkencore, por një mision për të siguruar që brezat e ardhshëm të mund të shijojnë bukurinë e tyre, sepse një botë pa tigra nuk është vetëm më e qetë, por edhe më e varfër nga magjepsja që na ofron natyra. Në Mauritani, ku shkretëtira dhe oazat takohen, tigri mbetet mbret i heshtjes, një krijesë që flet me fuqinë e pranisë së saj dhe me misterin e çdo hapësire të egër që mbetet e lirë.